Përshëndetje, miqtemi, të vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2023. Dhe tani bëjmë një pyetje. Mendo në këtë moment personin tuaj të zemrës. Çfarë mendon për ty ky person? Pra, çfarë mendon për ty ky person e heshtja? Ti e ka atë pjesën e mendimit. Dhe çfarë mendon, pra si e ka atë mendimin e tij për ty? Është pak i mërzitur në njën e kësaj teme, pak i trishtuar për ty, por ti gjithmonë me këtë kufë në mjalë, i sjell atij ëmbëlsi, dashuri. Gjithmonë i shpreh ato fjalë të ngrohta që atij mungojnë sepse jeni larg. Ky është një person që do fuqi dhe komand, pra ka të pjesën e fuqisë dhe komandës, do të komandojë në këtë histori të bukur dashuria. Jeni të mbrojtur nga ky ëngjëll në univers. Kur njerëzit negativ i largon nga jeta juaj. Letra e diellit më tregon që shumë shpejt çdo gjë në jetën tuaj do të transformohet. Ky person do të hyjë pikërisht të paqes dhe në rrezet e diellit do të vijë drejt jush për të bërë një transformim të jetës tuaj. Dilet do të ketë një ndryshim statusi, do të marrë një vendim të drejtë për të ndryshuar statusin tuaj. Si ky gjykati që merr këtë vendim, do të sjellë mesazhe lumturie në qiell të pastër, sepse suksesin e sigurt, ky është në botë, do të mbylljë një cikël, dhe suksesin e sigurt ai e ka me ju në botë. Pra, bashkë me ju të dy, e ka të sukses në botë, bashkë me ty, asnjëherë vetëm. Me kë rezonancë, me kë gërmë, që mund të jetë dhe gërma e qytetit, është energjia e përgjithshme, përveç se më gjeni emri. Me gërmën D, R, Z, S, Q, B, Q, R. Me gërmën N, I, Z, M, H, G, K, J, Gjë, e tham, O, Z, T, S, U, P, F. Kurse me shenja mund të rezonoj, jo me gjithë, sepse është energjia e përgjithshme, me vizhëreshën, peshoren, me qiljetarin, peshqit, gaforen, binjakët, dashin dhe akrepin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.